Mirëmbrëma të gjithëve. Situata politike në vend ngelet të tejet e tensionuar, madje sot u agravua nëse kemi parasysh se një protest që përfundoi me disa hedhje shishesh molotov dhe flakadan nga mitingu i Partisë Demokratike, nga protesta e drejtuar nga Sali Berisha drejt selisë së kryeministrisë. Ndërkohë që po aq sa në parlament politik ndoshta më shumë më tepër po prodhon drejtësia. Drejtësia e cila përmes pakut ka kërkuar heqjen e imunitetit të numrit 2 të qeverisë të zonjës Belinda Balluku. Këto janë 2 temat e emisionit të sotëm, për të cilat do të flasim në të dyja pjesët. Në pjesën e parë pra do të ndalemi tek protesta dhe aty në vazhdon të jetë në para kryeministrisë kolegja Raziela Myslymaj. Raziela, mirëmbrëma. Raziela, më dëgjon? Mirëmbrëma, Ilir. Protesta këtu ka përfunduar, po Ilir të dëgjoj, protesta këtu... Më të fundit që kemi nga përfundimi i protestës. Çfarë ka paralajmëruar Berisha? Çfarë pritet të ndodhë? Dhe si do vazhdoj reagimi i opozitës më të madhe në vend? Është disi pa qartë skenari opozitës, pavarësisht se zoti Berisha në fakt në daljen publike nga selia e Partisë Demokratike tha se objektivi i opozitës do t'jetë qeveria, sigurisht kryeministria, aty ku protestuesit u vendosën në nisje të kësaj proteste dhe hodhëm disa molotov, më pas u zhvendosën, do t'jetë kryeministria sigurisht dhe Surreli dhe parlamenti. Surreli këtu i referohet shtëpisë së kryeministrit Edi Rama, të cili në fakt nuk nguroi ta cilësoj dhe si një vend krimi, po në fakt ishte i paqartë Ilir se si do të mund të protestoj Partia Demokratike opozita para shtëpisë banesës së kryeministrit Edi Rama, sepse pasi përfundoi protesta në fakt ishte disi konfunduese dhe fjala që kryedemokrati Berisha përdori kur tha se do të marshojmë drejt Surreli dhe në fakt shumë prej nesh u ngatruam duke menduar se kishte një skenar të tillë se do të shkonin bashkë me protestuesit drejt Surrelit, megjithatë rrugtimi apo skenari që zoti Berisha kishte ndjekur edhe në këtë protestë ishte i ngjashëm me atë të protestave të kaluara. Ata u lodhën para... Më fal, ishte dështimi i këtij skenari apo ishte në pamundësi për të arritur atë që paralajmëroi dhe ndryshoi taktik? Besoj se zoti Berisha e ka thënë vetëm sa për të karikuar turmën Ilir, pasi ka qenë e pamundur ti organizosh protestuesit drejt Surrelit, drejt shtëpisë së kryeministrit dhe në këto kushte kanë vendosur vetëm të protestojnë vetëm këtu në sheshin përballë kryeministrisë, ashtu siç në fakt kemi parë shumë protesta tjera të Partisë Demokratike. Është kryetari Berisha ai që mbyll protestën me fjalimin e tij të fundit, ndërkohë që para tij mund të kenë folur 5 apo 7 folës të tjerë të parashikuar qysh më herët, megjithatë ishte brenda pritshmërive tona, siç e thash, u hodhën vetëm disa çfarë ndjesie patë ti aty në shesh, Raziela? Cila ishte mosha mesatare pak a shumë a kishte një gjenerat zë që pretendon zoti Berisha? A kishte një dinamizëm? Se Partia Demokratike njihet për protestat që kanë bërë historinë e shqiptarëve 30 vite më parë, 30 ca vite më parë. Ilir, më shumë se gjenerata zë, unë do të thosha që ishin mosha mesatare, rreth të 50-ave të paktën nga aq sa kam arritur të kuptoj nga gjithë shëtitja që kanë bërë në bulevard, ndërkohë që protestoi, pra nga këtu, nga nisja ku ishin pozicionuar pjesa më e madhe protestuesve deri tek afër Ministrisë së Brendshme, pasi protestuesit ishin shpërndar. Gjenerata Z mund ta them me siguri që ka munguar, kishte të rinj, po jo ata të gjeneratës Z.
pash sigurisht që kishte edhe minoren në protest që mbanin flamujt e Partisë Demokratike, po këta kanë qenë të pranishëm thuajse në çdo protest, ndoshta të angazhuar nga familjet e tyre demokrate. Megjithatë, dua ta them që është një protestë e cila ishte brenda pritshmërive tona për atë se çfarë mund të prodhojë Partia Demokratike në këtë fazë, pasi shumë herë kur ne gazetarët që ndjekim protestat i lirë, jemi nisur me pritshmëri të mëdha se ndoshta mund të kishte ndonjë skenar qëndrese apo rezistenca akoma edhe më të fortë, kemi dalë të zhgënjur, edhe këtë herë në fakt u përfol për një skenar më të ashpër, dhune, qëndrese dhe rezistence të gjatë këtu përballë kryeministrisë, ndoshta edhe për leshje me policinë, por munguan ishte një skenari përsëritur nga ana e Partisë Demokratike dhe mënyrës se si e ka konceptuar leadershipi i kësaj proteste, i kësaj partie këtë protestë. Zoti Berisha tha se do të vijojnë sigurisht protestat, ashtu siç ka thënë gjithnjë se Partia Demokratike do të jetë angazhuar në protesta dhe në tubime, qoftë edhe në foltoret që zoti Berisha organizon çdo të hënë që janë të një formati më të vogël këtu përballë kryeministrisë. Mirë po, skenari, siç e thash, është i paqartë, pavarësisht se akuzat ndaj qeverisë Rama janë shumë të mëdha, ata kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama, të cilin në fakt nuk kanë nguruar dhe ta cilësojnë si kapoband, të kërkojnë dorëheqjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, dosja e së cilës në fakt në SPAK ka provokuar këtë protestë dhe jo vetëm, edhe protestat partive të tjera opozitare për shkak të abuzimeve me tenderat me tunelin e Llogaras, por edhe me lotet e unazës së madhe këtu në kryeqytet, duke kapur shifra maramëndse. Sigurisht që dosja e saj dhe çështja Balluku përballë drejtësisë ka provokuar një reagim. Reagimi i Partisë Demokratike ishte më i madh ky që pam sot, pasi sigurisht ka patur protesta të një formati më të vogël ditët e kaluara, apo foltoret, siç i ka quajtur zoti Berisha, dhe akuzat dhe daljet publike, ndërsa sigurisht që ka patur dalje dhe protesta të një formati disi më të vogël, por dua të them mjaftueshëm cilësore, edhe nga partitë e tjera opozitare, siç është Partia e Adriatik Lapajt, e cila qëndron këtu në shesh prej më shumë se 2 javësh tashmë dhe vijojnë, janë rikthyer. Ka pasur komunikim, ka pasur bashkëpunim mes Lapajt dhe njerëzve të Lapajt dhe njerëzve të Berishës gjatë kohës kur u zhvillua protesta e PD-s? Nuk ka patur komunikim gjatë kësaj kohe, ata kanë qenë të distancuar, të vendosur disa metra më tutje në hyrje të Lulishtes, pa në krah të kryesisë së kuvendit, tek vendi i cili quhet tek bunkeri, pra u pozicionuan të gjithë aty me karriget e tyre, pata mundësinë që ta intervistoj Adriatik Lapajn. Po. Mundet t'i afrohesh dhe t'i thuash që jemi direkt dhe do të marrim një prononcim fare të shkurtër të ti? Nëse e ke të mundur. Ndërkohë do unë që duke shkuar aty mundet të na thuash nga kontaktet që ke pasur me drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike, ke kuptuar se çfarë pritet të ndodhë? Pra duke shkuar te Lapaj të na... Është i paqartë skenari, nuk ka asnjë... Po, e qartë. Ilir, është i paqartë skenari që do të ndjek Partia Demokratike, siç e thash, edhe zoti Berisha, pavarësisht se paralajmëron protesta të vazhdueshme, nuk është i qartë për t'i orientuar demokratët, ndërkohë që unë siç më kërkove Ilir, jam tek Adriatik Lapaj në ditën e 15 të qendresës tuaj Adriatik, apo jo? Kjo është e lirë me një solucion që është ngjitës, do rish këtu tani, nuk ikën më. Unë do ju përcjell protestat, sigurisht, do jem gjithmonë këtu për Zoti Lapaj, mi mbrëma. Një nisme që besoj që është shumë e shëndetshme për demokracinë. Do të t'jap edhe një kufje në mënyrë që të kesh një komunikim të drejtë për drejtë me Ilirin, jemi live. Po, Ilir. Mi mbrëma, zoti Lapaj. Të bëra këtë surprizë për të pyetur... Si kalon? Të bëra këtë surprizë për të pyetur si bashkëjetuat në të gjithin shesh me opozitën e Partisë Demokratike. Shkëlqyer. Qa përshtypje ju la? Ja arriti qëllimit apo jo?
Jo, do me thënë, shiko, ky model proteste, unë nuk dua të komentoj protestën e tyre, sepse kam respekt për çdo protestus, por mendoj që protesta duhet jetë, unë e kam thënë vizionin tim dhe jam i bind që është i vetmi në këtë rast që mund të funksionoj për ta vendosur Edi Ramën përballë dorëheqjes të panegociueshme. Qytetarët duhet vinë këtu dhe duhet vinë dhe ta rrethojmë këtë masivisht pa ndalim dhe për këtë duhet kalojmë përtej flamurëve partijak, sepse kjo duhet krijohet dhe duhet ngrihet si frym. Këtu duhet vinë njerëz që vinë me vullnet dhe bindje, jo njerëz cilët vinë se i kenë strukturë apo se i merr me autobus. Unë respektoj çdo protestues, por po të them edhe një herë, ky me kapsova nuk mundet, as me mitingje, ky mundet me qëndres. Dhe me qëndres duke fituar besimin popullor si këtu. Ti do vazhdosh të qëndrosh aty. Të flën deputetët këtu, të flën intelektualët këtu, të rrethohet. Më dëgjon? Po të dëgjoj, jemi live, po të dëgjoj. Pra kjo është metodologjia. Pra njerëzit duhet të shohin, qytetarët duhet të binden që liderët e tyre e kanë seriozisht këtë betejë. Dhe kjo bëhet me qëndres. Nuk e mund do të këtë me Molotov dhe as me kapsova. Ka më shumë kapsova ky mërzëtri. Edhe Molotov ka ky më shumë. Ky mundet me fëmijët përdore dhe këtu. 2 orë, 3 orë. Ky mundet me djemë dhe vajza që vinë dhe rrinë këtu. Flën këtu, e rrethojnë. Sepse kjo do ngjall entuziazëm në të gjithë Shqipërinë. Kur e nisëm 2 javë më parë, nuk kishte ndërmend njëri të protestonte fare. Sepse ka qenë hy që nuk protestohet në dhjetor. Jo festat, jo Krishtlindjet, jo vitiri, po iniciojmë, po ngacmojmë nervin. Qytetarët me subjektet ndryshme, po dalin tani shkoa, t'i lënë më një subjektet dhe të dalin si qytetar këtu. Kështu fitohet kjo betejë. Nuk fitohet kjo me turizëm protestash. Kjo fitohet me qëndres, ditë natë. Unë kam respekt pa fund për çdo protestus, por duhet ditë natë këtu. Pa po reagojnë njerëzit. Numri i mbështetësve tuaj po vjen duke rritur, apo keni vetëm atë ndjes për shprehje, po një grush njerëzish që jeni aty do unë që gëziheni çdo natë. Jo, s'është kështu. Ju jeni dëshmitar. Sigurisht që këtu çdo natë unë mund të rri gjithë Tirana, se s'ndodh as jashtë kjo histori, në asnjë vend s'ka ndodhur kështu. Po sigurisht që po vjen duke u shtuar, ju jeni dëshmitar. Unë e nisa një njeri, u bëm 10, 20, 30, 300, të shtunën ishim të paktën 2000 qytetarë. Dhe janë qytetarë që vinë këtu me vullnet të lirë, nuk vëm ne as listë pagesë, as skemi ne nga këto mundësi, po edhe të kishim nuk do e bënim. Do vazhdosh edhe Krishtlindjet dhe vitin e ri, aty do t'i festosh. Ka diskutim dhe po ke dëshirë, ne do bëjmë një listë tëftuarish që do t'i ftojmë, të ftoj dhe ty, sigurisht më këtu do t'i ha Krishtlindjen edhe vitin e ri me gjasa. Me shion si doja bëni tregoj Baba Ramos? Do vëm çadra, po s'na la në çadra, do rrim në shi. Do rri unë në shi, do rrin këta. Do rrim unë në shi. Ore, ky nuk, do me thënë, duhet ta kuptoni, unë e kam shumë seriozisht këtë histori, sepse është e vetmja mënyrë që njerëzit të ndërgjegjësohen dhe ta kuptojnë që kjo gjë arrihet me sakrificë. Çdo demokraci në botë është ndërtuar me sakrifica. Ikim ne në emigrim, shkojmë atje, ka ndërtuar me sakrifica gjyshrit e atyre. Se ç'kujtoni ju, se Franca është ndërtuar ashtu siç është pa sakrifica? Është bërë me revolucion, është bërë me sakrificë. Çdo demokraci ndërtohet me sakrificë. Ikin në Kanada, po është ndërtuar me sakrificë. Amerika mbi sakrificë, Zvicra mbi sakrificë, Suedia mbi sakrificë. Adriatik, tentoi ndonjë eksponent nga Partia Demokratike t'ju afroi sot ku ishit pozicionuar tek Bunkeri? Kam takuar shumë. Me shumë dashamirësi i kam të gjithë demokratët në zemër, ta din, absolutisht. Unë e kam ndasin me ata vetëm te aspekti leadershipit që nuk po kupton që Shqipëria sot ka nevojë, ne sot kemi nevojë jo të mendojmë për partinë, kemi nevojë të mendojmë për Shqipërinë sot. Nuk mund mendojmë si mund të rrisim partinë. Duhet mendojmë si mund të shpëtojmë Shqipërinë nga kjo gjendje që është. Më kanë takuar pafund demokrat sot, i përshëndes, dhe çdo njeri që ka qenë shesh sot e përshëndes, nuk më vën dot mua në konflikt me demokratët. Unë ndaj u çova sot, dhe herën e parë dhe sot, dhe ika në respekt të çdo demokratit ndershëm që ka ardhur këtu, sepse nuk i bëja dot karshorkun atyre, deri ditën që liderat e tyre do kuptojnë që duhet ta heqin logon flamurin dhe të vinë këtu masivisht si qytetar. Që të dalin për te, që të vinë këtu dhe socialistët, të vinë këtu dhe ata pa parti, të vinë të gjithë. Zoti Lapaj, falenderoj. Raziela, faleminderit.
Në qoftë se ka të reja, mund ta kërkosh linjë. Edhe unë përshëndes. Vazhdojmë me debatin në studio, ku kam një panel me 4 të ftuar, Eugen Beci mirëmbrëma, Indrit Sefa mirëmbrëma, Gentian Gaba mirëmbrëma, Poli Hoxha mirëmbrëma. Ndërkohë, përmes lidhjes direkte, kemi dhe Kreshnik Spajiun. Kreshnik mirëmbrëma. Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit. Një koment të shkurtër për mitingun e sotëm të zotit Berisha. Si e komenton këtë agravim të toneve të tij? Jo, qëllimi real i protestës Berishës sot ishte për të larguar Adriatik Lapaj nga bulevardi dhe Ervin Salianin nga partia. Sali Berisha një muaj më parë ndodhej përballë një situate më të vështirë në historinë e tij politike, kush e njeh karrierën e Berishës, karizmën e tij, popularitetin e tij, duhet kuptoj që Berisha preku fundin e vet si lider politik, sepse mblidhte diku te 200-300 persona në bulevard çdo ditë hënë. Dhe kur këtë protagonizëm ja mori Ervin Saliani nëpërmjet sallave dhe foltoreve në disa qytete, mblidhte më shumë njerëz në bulevard, apo kur Adriatiku filloi një qëndrim gandis paqësor, më rezistent se sa demokratët, duke qëndruar 2 javë ditë e natë aty, atëherë Berishës i duaj o të dorëzonte çelësat e opozitës Adriatikut dhe çelësat e partisë Ervin Salianit, ose të rimerte, të rizgjohej nga gjumi letargjik që e kizën, nga fundi i tij për të bërë përpjekjen e tij përfundimtare për të marrë atë rol që ai pretendon nëpërmjet egos që ka. Sigurisht që sot kishte më shumë njerëz, kjo duhet të thënë, ishte një protestë masive, por nga ana tjetër çdo protestë, suksesi apo dështimi shikohen me atë që vjen pas saj. Çfarë ndodhi? Pritshmëria ishte shumë e lartë, ashtu siç tha gazetarja juaj, por e para nuk kishte skenar, e dyta ashtu si tha Adriatiku nuk rrëzohet me kapsolla, dhe e treta, vetëm në Shqipëri ndodh që opozita e shtyn revolucionin mbas festave të Gjelit Det. Pra nuk ka vazhdimsi, nuk ka qëndrueshmëri, nuk ka të nesërme. Çfarë është e nesërmja e kësaj proteste? Dhe në të kundërtën, kur çdo kënd që të pyesësh në Shqipëri sot, të gjithë thonë po bie Edi Rama, çfarë ndodh? Vjen zjarrfiksi. Pra kjo protestë shërben si një zjarrfikje e zjarrit antiqeveritar që ka. Sepse gjithë populli pret nga skandalet që po i ndodhin Ramos, të bjerë qeveria. Tani, në momentin kur ti nxjerr vetëm 5.000 persona, pa entuziazëm, pa brohoritje, dhe absolutisht asnjëri prej tyre nuk ishte i gatshëm as për konfrontim, sepse t'ishte e dhunshme, do ishte gjysma e të keqes. Po këta donin të improvizonin dhunë nëpërmjet Molotovit, po asnjë demokrat nuk që i gatshëm të shkonte të ballafaqohej drejt derës kryeministrisë. Po t'i vjere, ndiznin celularit, hidhnin kapsolla dhe askush nuk shkonte të konfrontohej. Dhe ky është problemi më i madh, se nuk ka as sasi, nuk ka as qëndrueshmëri apo pasion për t'i shkuar pas në kauzën, pra siç ka ndodhur në 97-ën, 98-ën, 2000-shin, 2005-ën, e shumë protesta që apo në 2018-ën, 19-ën, në kohën e Lulzim Bashës, pra protestat e Lulzim Bashës, absolutisht prap janë 10 herë më të mëdha se sa Sali Berishës, kanë qenë më të zjarrta, më masive, më të qëndrueshme, më të gjata, më të përditshme. Prap nuk po arrin as nivelin e Lulit këtu. Kjo është, pra, duhet të themi atë që ishte më e madhe, por ai arriti qëllimin e vogël. Kush është qëllimi i vogël? Të çfaktorizonte Adriatikun dhe Ervin Salianin. Kaq e ka objektive, nuk e ka të rrëzoj Ramën. Dhe e keqja më e madhe, zhgënjimi më i madh për shqiptarët është një njeri që nuk rrëzon dot Salianin dhe Adriatikun, jo më të rrëzoj Edi Ramën. Pse si mund ta rrëzoj, duke hyrë në zyrë të kryeministrit? Ja u tha Adriatiku. Kryeministri rrëzohet kur ke 71 vota në parlament. Kjo është kushtetuta. Kryeministri rrëzohet nëse ti nxjerr popull aq masiv që të
demonstrojnë urrëtitjen popullore ndaj qeverisë me rezistencë paqësore. Tulen të flënë sa Adriatiku. Demokratët e Berishës nuk bëjnë dot as sakrificën e aktivistëve të Adriatikut. Kjo është analiza shumë e thjeshtë. Me ata 20 veta të Adriatikut rezistojnë më shumë se sa këta demokratët që kanë pas postat Seliu. Përse nuk po bashkohen këto opozitat? Gjithë fundjavën kishin 4 a 5 vonë se cilin me sa për vetë. Jo vetëm opozitat, po përgjithësi gjithë klasa politike dhe kriza e vërtet që po ndodh në një kontrast të madh me zhvillimet jo të vrullshme, po që zoti kishin besuar as në përskenar filmash që po ndodhin me korrupsionin, me qeverin, me daljen hapur madje të asaj që pak shumë e mendonte, pak nga ne kemi thënë të lidhjes së krimit të organizuar me politikën dhe po del mbi ujë, po del sheshit, dhe në gjithë të lloj situate, gjithë njerëzit thonë çfarë bëhet, na pyesin në rrugë. Ore, e dinim që vide, e dinim që kishte korrupsion, po kjo që po shikojmë, që me ato që di unë është vetëm maja e icebergut, s'kemi parë, po citoj një fjalë të Edi Ramës, s'kemi parë ne asgjë akoma, dhe kur vjen puna e gjitha kjo nuk kapitalizohet. Pse? Sepse ka një krizë të leadershipit të politikës shqiptare, të gjithë politikës. Ai është Edi Rama është në të drejtë në krizë leadershipi, sepse është në mbrojtje. Në mbrojtje nga gjithë opinioni dhe nga partia nga brenda, po dhe në sulm me ashtu. Po opozita që ka gjithë këto asiste, gjithë këto shanse të mëdha, pse ka krizë? Pse ka krizë leadershipi? Ka krizë leadershipi sepse ka hipokrizi. Sepse ka këtu tani, po ti dëgjosh gjithë thonë ta heqim Edi Rama. Jo çdo ditë, po 2-3 herë në ditë Berisha dhe të vetët bëjnë denoncime. Ku është hipokrizia? Po denoncime për çfarë? Për këta aferat. Po jo më i lexoj unë, po ore shumë mirë bëjnë që bëjnë denoncime. Denoncime lexojnë dosjen e Spakut. Dhe lexojnë dhe ata lexojnë copa. Ku ju intereson sa i lexojnë, sa si lexojnë. Çfarë denoncime bëjnë? Belinda Balluku dhe Edi Ramën po e çon aty ku po e çon prokuroria. Nuk po e çon opozita. Nuk është gjykat, nuk është prokuroria opozita. Po e çon ti, në qoftë se ke një kauzë si opozitë, sot duhet kesh kauzën që të mbrosh këta që po e çojnë atje këtë pushtet nga sulmi që po i bën pushteti. Se bëhet fjalë jo për sulm të Sali Berishës kur del nga Spaku, që i organizat kriminale, skapi i partisë e tjerë, po bëhet fjalë për pushtetin ekzekutiv, për pushtetin legjislativ dhe për pushtetin ekonomik. Gjithë ky pushteti i madh i është lëshuar 20 prokurorëve edhe 10 gjyqtarëve. E kuptonte çfarë po ndodh? Dhe prandaj detyrohen dalin ata edhe kur emërohen, edhe kur bëjnë rotacion prokurorët aty, dalin ata rreshtohen gjithë. Nuk i vën këti në festën e ambasadorëve, i vën Dumanit dhe Braos. Pse? Vetëm për t'ju dhënë një mbrojtje, sepse i kanë parë se çfarë fronti kanë mbi kurisë. Dhe një opozit me moral, një opozit jo hipokrite, këtë kaos ka, çfarë ndodhi në Ukrainë? Në Ukrainë apo në Rumani ka ndodhur më herët, kur në kulm në luftë, fëmijët ushtar, njerëzit po vriten andej dhe kur pushteti Zelenskit, këto skandalet që pastaj u toroqën e tjerë, skandalet e korruptive plasën, pushteti Zelenskit vajti asfiksoi, bllokoi Spakun e tyre, se kanë dhe ata një prokuroricë. U mbush sheshi plot, u toroq Zelenski. Në luftë ata. Në luftë, për të mbrojtur drejtsinë. Ti e bën dot si opozit këtë? Sepse ti vetëm kaq ke këtë, jo kaq ke, po këtë duhet kesh si opozit. Se në burg Babaramo nuk të fut Sali Berisha. Po mirë Sali Berisha, po dhe opozita e re nuk po ngjit do, nuk po ndez, nuk po... Po sepse po e bën punën Spaku, opozita ka këtë detyrë, prandaj them krizë leadershipi. Unë e respektoj, i kanë vajtur dhe vetë Adriatik Lapajt aty, i kanë dhënë për kraje. Çështja është që këtu, kush është kriza leadershipit? Ore, çfarë do bëjmë neve në këtë moment del Edi Rama, na ndërpret. Përse nuk dalin njerëzit? Duro. Për çfarë të dalin njerëzit? Nuk dalin as për Berishën, as për Lapajn, as për Qorin, as për... Ti iki Belinda Balluku, thot dhe Edi Rama se janë të korruptuar, kur vetë sot kishte i filloi gjyqi, më vëlla, për këtë akuzë. Ky është morali, kjo është, e kupton, duhet të kesh kontrast, dhe nuk është çështja e ikjes, më Babaramo. Ja më iku Berisha, ai Rama.
Si do ta heqësh? Se doli Berisha sot dhe tha, nuk hiqet me vot, nuk e heq as drejtësia, tha. Po mori shembull Nepalin dhe Bangladeshin. Ja iku, pse si ka provuar Berisha? Po e ka marrë Berisha kryeministrin në Babarama, ti e mban mend. Jo me të molotov, po dhe me ati tank, e ka marrë shfutur dhe brenda. Ka marrë dhe televizionin, e ka marrë. Qarë? Çështja është që ky leadership politik, i kësaj klase politike, nuk kanë. E mori, edhe dorëzoj. Por ama kryeministri përfundoi në Maqedoni dhe vetëm pas 7 vjetëve do nuk kthyen në zyrë. Edhe ky sot mund të jetë mbrapa dajtit, mund të ketë përfunduar dhe më larg se Maqedonia. I tha populli ik, i tha Berisha ik, i hipi avionit, edhe kush e di ku ka vajtur. Se ky është problemi. Ore, shkaktuan një krizë politike që detyruan kryeministrin. Ore, zgjidhi gjë ajo krizë, Babaramo. Shtetë gjithë zgjidhi apo nuk zgjidhi? A të qeveria rrëzoi. Ti përgjigje pyet çfarë po ndodh? Po ndodh kjo, kriza e leadershipit të konsumuar, të tranzicionit të tjerë, sepse post kësaj, këto që po bën spaku me gjithë ndërkombëtarët do kenë një fund, Babaramo. Dhe unë ta them që ndoshta edhe brenda. Ore do ketë qeveri tranzitore, do mund të dhe ky të ndryshoj, mund të shpall zgjedhje më ky. Po kutit të votimit nuk i mbush spaku politik. Qytetarët i mbushin, qytetarët ku janë në këtë ekuacion. Dele Rama dhe thot zgjedhja ime është zgjedhje të parakoshme. Mund ti? I mund do ti socialistë në këtë opozitë. Çështja është edhe me këtë kod zgjedhor, edhe me këtë parlament, edhe me këto. Çështja është ke një opozitë ke dëgjuar ti, ke thirrur një politikan ose edhe kur pi kafe, të thot çfarë do ndodh pas kësaj periudhës post tranzicion. Kush janë idetë e kësaj opozite? Çfarë reformash kushtetuese kërkon kjo opozitë? Çfarë reforme zgjedhore fiks kërkon? Se thot vota. Çfarë reforme territoriale fiks kërkon? Kush do jetë qëndrimi i kësaj për drejtësinë në reformën e re kushtetuese? Që i ka futur pyka Edi Rama. Kjo është politika, Babaramo. Nuk është politika i këtij, e ke parasysh se prap kushdo që ti ke të vi me votë do bëhet kjo punë. Dhe këtë derexhe, do thënë këtë dekonspirim të qeverisë dhe të rilindjes, do them se është gjë naty bisht në qafë socialistëve, e ka bërë drejtësia me mbështetjen e ndërkombëtarëve, Babaramo. Nuk e ka bërë opozita. Poli, edhe një qikë socialistëve u dë të rënë në qavla, sepse veç të jenë dele tani, me gjithë respektin, sepse i zvëndës kryeministri Aratisët, zvëndës kryeministria... Qa të bëjnë? Të japin një shenjë më kur... Po okej, dakord. Të japin të eqin socialistët, si s'kanë turp socialistët që nuk venë sulmojnë Selin e Parti Socialiste, si sulmojnë Sali Berisha, Selin e PD. Ne diskutojmë shumë bashkë, dhe unë mendoj që kjo është një problem edhe shoqëror, në kuptimin që kultura jonë politike nuk është e përgatitur për ato lloj protestash që kërkon Adriatiku, ri aty, gjëmon atë lloj ide të tij, por numra thonë që nuk ka të lloj masiviteti, sepse njerëzit nuk dhe është për të respektuar në qendrës në vetë, se s'është pak ajo që po bën tani. Shumë ajo. Në temperatura poshtë zero, shtëri aty në bulevard. Ajo që po ndodh në Shqipëri, nga pikpamja politike dhe juridike, është diçka që ne po e provojmë për herë të parë. Ne nuk e, domethënë, është një eksperiment social kjo që po ndodh, sepse të ndodh një traumë policie, është traumë kjo. Një depërtim i spakut në qeveri, me këto skandale që po shohim, Poli thotë s'kemi parë gjë akoma, po edhe me kaq sa kemi parë, do ishte mjaftueshme që ata socialistët që janë në parlament paktën të tretebni një shenjë më burr, se okej, ne s'bëjmë. Shoqëria, gazetarët s'bëjnë, analistët s'bëjnë, shoqëria s'bëjnë, po ata që i kanë besuar, i kanë votuar, a kanë fytyrë ata të dalin njerëzve të thonë që shikon, ne harxojmë 33.000 euro për shishet e verës që i marrin nga lekët tuaja. Kjo është marrëzi. Do me thënë, të elaborohet në mënyrë kaq të sofistikuar që problemi është vetë të një pjesë. Jo, po patjetër më burr. Ore, duhet të jesh dele që të besosh që pas 12 vitesh këta marrin miliarda të taksa paguesve, miliarda Poli, dhe i shndrojnë jo në mirëqenie për qytetarët, po për xhepat e tyre, duhet të ketë një reagim më të madh edhe nga ajo pjesë tjetër e shoqërisë, sepse ne kemi parë që votat e ati, pavarësisht problemeve që kanë zgjedhjet në Shqipëri, se kemi parë krimin organizuar në zgjedhje, futjen e duarve në zgjedhje, por njëkohësisht ka dhe një qëndrim konstant të votuesve të majt. Do të thonë që këta pajtojnë që të trajtojnë si dele nga ky kryeministër, i cili po i vjedh si zhvjedh gjithë shqiptarët. Duhet të kenë dhe ata një reagim. Pastaj, për sa i përket situatës politike, unë e shoh të shkëputur nga gjendja e partive, sepse mendoj
duke pas parasysh atë që po ndodh si eksperiment social përmes pakut, askush në ne nuk është gati të kuptoj pasojat që do jenë në afatgjat. Ajo që po ndodh unë jam i bindur që do të ketë rezultatin e një ndryshimi thelbësor edhe në elitën e Partisë Socialiste shumë shpejt. Poli tha qeveri tranzitore, unë pajtoj me atë, mund të jetë një gjetje ala italiana në kuptimin që mund të ketë një qeveri teknike si që ndodhi pas largimit të Berlusconit në 2013 me një kabinet ad hoc deri në përgatitjen e këtyre kushteve themelore për sa i përket Si do provokohet rënja e kësaj qeverie? Sepse aty nuk ka njerëz të lirë, nuk janë deputet të zgjedhur në magjoritar. Aty janë njerëz të emëruar nga Rama. Po e provokon spaku, jo këto 3 molotov. Jo protestat. Protestat janë për të respektuar sepse njerëzit dalin aty në të ftohtë si Adriatiku, si Sheaj, si Qori, të gjithë pa breshtim. Nuk duhet respektuar. Problemi është që ajo që po shikojmë dhe nuk jemi mësuar akoma me iden, ai sa kryeministri vet, ai që shpallej si dashnori drejtësi, nuk e ka kuptuar ende. Ai thoshte që kemi bërë ne, do ta mbrojmë ne. Kur kuptoi që çai ka bërë vetes, kur ka pranuar që ato 140 vota me të cilat u ngrit reforma në drejtësi ishin për t'i ngrohur kokën pikërisht atij, sepse ka po aq gjatë sa Berisha në politikë dhe bën kështu si virgjeresh në për këto samite ndërkombëtare. E din që të gjithë që ai është problemi kryesor, minusi demokracisë, sepse krimi ka qenë gjithmonë prezent në Shqipëri, në shoqërinë shqiptare dhe prokurori e konfirmon. Ka qenë dhe në periferinë e politikës dhe prokurori mund të ma konfirmoj dhe këtë, po atë ndryshim cilësor që ka marrë me zotin Rama, që ka futur në institucione, në tendera, që preke sigurin kombëtare si zoni me aksin. Në parlament, sa kapi dekriminalizimi? Dekriminalizimi për cilin PD-ja protestoi edhe mori me dhunë. Gjitha këto janë diçka e pa... Mori me dhunë? Me dhunë dhe me mbështetje ndërkombëtare. Po tregoj që ishte një kauzë drejt, dhe me gjitha këto gjëra që ndodhin morale, dhe i qëndroi deri në fund, edhe e mori. Bravo, Stefan. Ja pra kjo është. Kështu bëhet apo e kemi lënë në tha ky ligji tha le të kapë të kishte po të kapë. Ama ke morale, e ke të vazhdueshme, edhe e ke për një të mirë që nuk nuk ka dialektik politike këtu. Këtu unë them, nuk kuptoj, do me thënë argjimjen e gjisht, ne kemi 5 vite ose më shumë që diskutojmë gjendjen e bërëtë. Unë them që këtu e vetmja zgjidhje do të vinë nga jashtë, fatkeqësisht. Politikanët nuk qenë në gjendje ta reformonin Shqipërinë. Bën ai sa bën, po nuk kanë bërë më burë. O Sefa, do me thënë ty të sekuestron spaku 3 milion shishe vet, një ditë pas policia lëtik, ke polici që merë pengë, policia... I kishte marrë doganat. Polici merë pengë si për marsin, me urdra të bandës, o Sefa, do me thënë, dhe ne merim me analizën e shqyqër zotir spaku, vla. Dhe të përqëndrojmë i të mbrojtje spaku, se kjo është interes kombëtar, që të ndryshoj diçka në këtë vend, sepse partit politike, mënyrën se si janë të organizuar... Për spakun dhe hetimin e zonjës Balluku kemi gjithë pjesën e dytë. Të qëndrojmë tek aspekti politik. Tek aspekti politik në pjesën e parë. Gaba thot të edukojmë shoqërinë. Të lutem, jo të edukojmë shoqërinë, po të ecim në konceptin që marrëdhëniet politiko-juridike, siç edhe parafolësit i shpjeguan, kanë sjellë një realitet të ri në Shqipëri. Ne nuk do ta shohim prokurorinë e posaçme, po pra, janë ndërtuar me njëra tjetrën. Ne shohim prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme, sigurisht të lidhura bashkë, si një element i cili duket se po bën një skaner të shoqërisë pas vitit 2013 e këtej, në kuptimin e marrëdhënieve që ka krijuar krimi organizuar, krimi i jakave të bardha me politikën në Shqipëri. Dhe çfarë po ndodh? Her pas here, ditë pas dite, prokuroria e posaçme, duke qenë jashtë politikës, duhet ta theksojmë këtë, është thjesht jashtë politikës dhe thjesht prokuroria e posaçme po konstaton ato element të cilat shoqëria shqiptare duket se i ka sëmundje. Shoqëria shqiptare tregoi që korrupsioni është në nivelet më të larta dhe i përhapur shumë. Krimi organizuar, sa gjeti një derë që i hapi politika, u fut brenda në zyrat e politikës. Dhe të gjithë këto element, prokuroria e posaçme nuk ka se si të mos i shoh dhe është e detyruar të reagojë. Tashti, ajo reagon nga pikpamja procedurale, ajo reagon nga pikpamja e ushtrimit të ndjekjes penale se e ka detyrë kushtetuese. Është thjesht duke bërë detyrën. Kjo veprimtari e prokurorisë posaçme, kjo veprimtari duhet parë ka efekte politike përveç efekteve juridike dhe penale dhe kjo. Duhet këtë vullnet. Më lejo të bëj një parantezë fare të vogël, po lut lutem. Nëse do marrim precedentët.
ishte Sajmir Tahiri, se me këtë probleme numra 2 do në shkëthyre në fatalitet. U dënua e zëvëndsoj me dikë tjetër. Erdi Ahmetaj, iku mori malet, mori Alpet e Zvicrës. Erdi Balluku e këshu me radhë, pra s'paku i ka goditur të gjithë ta. Por ndërkodon Rama i ka votat dhe i zëvëndëson të isha duke shpjeguar. Sepse problemi është Rama. Ikën Balluku, vjen Zëghinea. Tani mundet ta thyej këtë klishe Spaku? Spaku i ka dhënë tëra shenjat dhe e ka bërë detyrën e vetë dera aty ku i takonte, ku e ka kufirin ligjor. E bëri gabimin politika, apo se bëri gabimin politika që e ngriti Spakun, tash i jemi gja realiteti kryer. Është një realitet që ka ndodhur. Dhe problemi juridik tashmë është e kaluar dhe unë e shoh përveç se problemet juridik që ka kaluar prokuroria e posaçme, ka thirrur në atë ekuacionin që ju thatë në fillim, ka thirrur më shumë problemin e shoqërisë dhe problemin social se sa problemin politik. Në rast se nuk besojmë tek politika, atëherë minimalisht kjo shoqëri duhet besoj këtë drejtësia dhe duke besuar të drejtësia për atë që thot Poli, duke mbështetur veprimtarinë e drejtësisë në të tëra krahët politik që drejtësia ka vepruar, ajo pjesë e drejtësisë, se duhet ta marrim të shkëputur, është vetëm prokuroria e posaçme që është në këtë reagim, do të shohim pse nuk përkthehet në atë ekuacionin e famshëm të shoqërisë civile, të reagimit të opinionit publik, e heqin politikën zyrtare më njanë. Atëherë, pyetja që lind është, pse nuk ndodh në Shqipëri siç ndodhi në Bullgari, që asnjë parti politike nuk drejtoi për bëri protesta shumë të mëdha. Pse nuk ndodh në Shqipëri siç ndodhi në Serbi, ku është vendi më i përafërt që ne duhet ta krahasojmë. Edhe ku opozita dhe aty është akoma më shkalafitur se sa opozita shqiptare. Jo vetëm më shkalafitur, por është një vend me tëra dhënat që ne kemi dhe që shohim që është një vend autokratik. Edhe në rast se e krahasojmë me Shqipërinë. Edhe politike kriminalizuar. Po pra, është me grupe paramilitare krahasuar me Shqipërinë. Dhe atje kanë një vit që studentët po e tundin politikën e Serbisë. Pyetja që lind është, prokuroria e posaçme ta ka ngritur topin. Ti si shoqëri pse nuk po gjuan? E thash edhe një herë, e bën pa dashje, e bën për shkak të ushtrimit të detyrës së saj. Nuk është se ka një agjend politike prokuroria e posaçme, por këtu zullumi i partive politike ka ardhur aq i madh sa kudo ku fut dorën prokuroria e posaçme është e detyruar të ushtrojë ndjekjen penale se këta o kanë vjedhur o janë të lidhur me krimin organizuar. Problemi është pse nuk po përkthehet në reagim social, në reagim të opinionit publik. Ti ke një shpjegim? Unë shoh një lloj fjetje të popullit, një lloj fjetje të nervit social. Minimalja duhet filluar duke mbështetur drejtësinë dhe pastaj të shohim se a do përkthehet kjo në një revolt. Por që themi e ka fajin politika, nuk e themi dot se kemi shembuj në përbot, ku nuk ka nevojë që opinioni publik të ketë patjetër një parti politike që ta nxjerrë në shesh. Është e kundërta. Mund të dalë vetë opinioni publik në shesh dhe gjen zgjidhjen, gjen edhe liderin, gjen edhe mënyrën se si do të hyjë dhe do ndërhyjë në atë politik. Kjo është mungesa e ekuacionit. Nuk e dim tashti për shkak të ushtrimit detyrës. Prokuroria e posaçme do vazhdoj, do i hedh më këto shkëndija e përsëris pa dashje, por thjesht gjatë ushtrimit detyrës. Sepse në fundit duhet kuptojmë edhe nga pikpamja e filozofisë së drejtës, filozofisë së shtetit. Pikërisht për këtë është pushteti gjyqësor. Për këtë që po bën sot, pushteti gjyqësor për këtë është, për të kontrolluar pushtetet e tjera dhe për t'i hapur syt njerëzve të tjerë, publikut, për t'i hapur syt shtetasve të tij, që pushtetet e tjera janë duke abuzuar dhe unë jam duke bërë detyrën time. Dhe ky është raporti më i drejtë që mund të krijohet mes pushteteve. Dhe duhet të shohim në rast se të tëra pushtetet, dy pushtetet e tjera janë duke sulmuar një pjesë të pushtetit gjyqësor, ose një pjesë të atyre që quhet ushtrimit ndjekjes penale të prokurorisë, sot është pjesë e pushtetit gjyqësor, atëherë do shohim ky opinion publik që deri dje e quante si strukturën më me besim në Shqipëri, prokurorinë e posaçme, a do e mbështes përballë një sulmi frontal që po i bën politika si majta, si djathtas prokurorisë posaçme, dhe në rast se kjo mbështetje do shkojë në revolt. Ti je i bindur që në momentin që ata që e drama, sidomos ai ka votat, bën diçka, është rruga më e shpejtë që ai të shpallin non grata dhe ta paketoin. Po s'ka unë mendoj shko. Reformën drejtësie. E vetmja gjë që mban sot reformën në këmbë dhe mban strukturën e posaçme në këmbë, është mbështetja që ka të qytetarët shqiptar. 100% 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
Edi Rama shumë i Jo kujdesshëm. reformën, strukturën, një më i saktë aty ke pjesa. Strukturën e posaçme. Se reformën, populli e ka kuptuar sa e mirë është, ka ikur e GKO SPAK, domethënë, e vetmja gjë që e mban në këmbë është mbështetja e qytetarëve shqiptar. Edi Rama shumë i kujdesshëm. Të vetmen protestë që ka frikë Edi Rama është protesta e qytetarëve, në rast se ai do tentoj në një moment fusi duart. Përse s'po ndet kjo protestë? Sepse aktualisht nuk ka një lëvizje. S'ka një akt. S'ka një akt nga Edi Rama. Qytetarët janë në pritje. Po bëhet gati. Sepse thot, politikisht ta e kanë betejën me njëri tjetrin. Edhe Edi Rama e trajton opozitën si pazargjeshk. E merr, e thot ne bëjmë pazar me njëri tjetrin, se ti s'ke moral të bësh opozit në këtë vend. Ti e ke trajtuar veten si njëri që bën pazar për interesat e tua të ngushta. Të thua pazar, sepse javën e kaluar zoti Berisha tha nuk ka më marrëveshje, zero marrëveshje. 88 herë kam dëgjuar unë për 6 muaj këtë. Po jo, mori hapa konkret. Iku nga komisionet, nga komisioni i reformës drejtësisë, nga reformës territoriale dhe nga komisioni i reformës zgjedhore. Të lutem, pazar dhe pazar turpshëm. Por dakord. Amnisti penale, është vetëm për diskutim, që të hymë edhe në problemin e një filozofisë sociale. është për diskutim. Këto pazare, a mundet dhe a kanë fuqi të shuajnë dhe të frenojnë revoltën e një populli që është i vjedhur, që është i grabitur, që është i goditur, që është i vrarë, po themi. Qëllimi ajo është frenimi. Po si mundet, se kjo nuk mund të ndodhë si filozofi. Nuk mundesh, edhe një, ja pa të themu, nuk mundesh. Shefi i partisë politike nuk mund të urdhërojë si publik të mbyllësh syt përballë krimit organizuar që vjen të vjedhë vota. Të mbyllësh syt përballë krimit organizuar, përballë krimit organizuar që të vret duke pirë kafe. Të mbyllësh syt përballë korrupsionit që të vjedh në çdo cep të hapësirave të tua publike. Atëherë të vjedh dhe inteligjenca artificiale. Ç'të them? Tani qytetar shqiptar, se themi kollaj bëjmë pazar partitë edhe por e populli kur. Kam një pyetje, në Bullgari pse ndodhi kjo? Po Bullgari, në Bullgari, po të them, në Bullgari, qytetar shqiptar, opozita e organizuar. Në Bullgari jo. Tani këtë fundit? Në Bullgari, opozita nuk kapet duke bërë reformë zgjedhore me qeverinë, o zotri. Opozita në Bullgari nuk kapet duke bërë reformë zgjedhore. Një minut, më le ta mbaroj pra. Ti vete bën amnisti penale kundër SPAK-ut. Kundër SPAK-ut, apo? Doli e vërtetuar që është kundër SPAK-ut. 120 ca persona. Doli. Nga këta që i kishte dënuar SPAK, puna SPAK-ut ata e amnistuan. Bën kod zgjedhor për t'ia futur qytetarëve shqiptarë që mos i numërosh votat e qytetarëve shqiptarë, që mos vlerësohet vullneti i qytetarëve shqiptarë. Se ti bëre reformë zgjedhore. E megjithatë në protestat në Serbi, opozita nuk ishte. Ishin dhe qytetarë, të jam duke thonë. Po qytetarët aty... Unë ta marrë të mirë qënë që ti opozitën e barazon me zero. Ta marrë të mirë qënë. Po në Serbi s'ke fare opozita në protesta, mo, qënë qytetarë. Në Serbi e akuzojnë me këmë se të Vučićit? Si pasargjin të Vučićit? Po është inexistente aty. Ti ja 10 parti. Ja 10 parti nuk ka një mbi gjitha. Kush 5, kush 10 deputet në 250. Unë mendoj, se du të mendoj, du t'jap dhe atë qka, se si e logikoj unë, pse jemi në këtë gjendje. Qytetarë shqiptar janë mbrojtja e fundit që ka struktura posaçme. Dhe Edi Rama, të vetmen protestë që ka frikësh ata, se t'jesh i bindur ti, dhe Edi Rama shumë i vëmendshëm për këtë punë, në rast se i do marrë një akt konkret juridik, protesta do jetë pa parti politike, edhe kjo t'jesh i bindur, e do dalin qytetarët në mbrojtje të asaj strukture. Sepse është e vetmja strukturë e cila po garanton demokracinë në këtë vend. Ai është hapi i parë dhe më i logjikshëm. Që do dalin qytetarët. Pastaj po them pra, qytetarit do dalin të paorganizuar. Po kur më thua që do dalin te zoti Berisha dhe te opozita shqiptare, e cila del në mëngjes, edhe thot Altin Torprini, Altrin Farruku, ky kshu, kriminal, band, strukturë kriminale, ku do dalin? Te kush? Opozita ka bërë kallëzim penal vetëm për tunelin e Llogaras, për zonjën Balluku, për dosin e zonjës Balluku, apo? Ka bërë zoti Basha. Ka bërë pafundësisht, vetëm Kalaja mund këtë bërë në 6 minutë. Ka bërë Lulzim Basha në gusht, pastaj ka bërë zoti Bardhi në Merat, po vetëm për tunelin e Llogaras. Apo?
Për gjithë lotet e unazës nuk ka një kallëzim penal. Për vrimën, thuaj, jo për të ne. A është merita e Spakut kjo që e hetuan vetë dhe e gjetën vetë? A është merita Spakut, më falë, një minut, a është merita Spakut arrestimi i Berberit pa kallëzim të opozitës? A është merita Spakut kjo dosje Duhanit? Është detyrë, ma e detyrë. Pra, detyrë dhe merit. Po nuk do të thotë që ne bëjmë 1000 kallëzime, se kanë dhe këte. Ne bëjmë 1000 kallëzime, përse se bëjmë urgjent. Ta e din prokuroria si funksionon si kone... Fjala më e durë është, nuk është merit. Është i vetmi organ që po ushtron detyrën. Që bën detyrën e tij, që bën detyrën e tij. Në gjithë sistemin. Këta jam duke të them pra. Ta e din prokurorinë që po të çosh një letër ti atje, merr me urdhën e sekretarit të partisë, vepron prokurori përgjithshëm dhe arrestonte gjithë dynjan. Kështu e din prokurorinë këta. Po nuk funksionon ashtu, zotëri, do bësh hetim, do bësh një hetim të detajuar, do bësh një hetim që ka gjithë elementet e veprës penale për ta çuar të konkluduar. Po, regjia më lidhni me Krashnikun, ju lutem. Doja të merja një indicje nga ajo që tha ish prokurori Beci, nderuari, në lidhje me situatën juridike që është krijuar në Shqipëri, dhe kjo jep shpjegim gjithë fabulës të cilën ne analizojmë. Se e them këtë? Opozita nuk ka popull në shesh, pra në situatën që është krijuar, sepse kauzën ja ka marrë Spaku, që do të thotë meritën për situatën e krijuar, populli nuk ja jep opozitës aktuale, nuk ja jep Partisë Demokratike, po ja jep Altin Dumanit. Nëse Altin Dumani do bënd të thirrje për të mbledhur sheshin Skënderbe, do mbledhen 100 herë më shumë se sa Sali Berisha, sepse e ka filluar, e ka vazhduar, e ka hetuar, dhe e ka qëndisur gjithë atë që nuk është bërë në 35 vit, duke thyer një tabu në lidhje me hetimin dhe procedimin e establishmentit politik. Tani, pyetja është shumë e thjeshtë. Pse nuk ka popull në shesh për partit politike? Ose ky popull nuk i konsideron skandale dhe është ambientuar me këtë nivel korrupsioni, ose populli nuk i beson këtyre liderëve politik që kanë një javë që bëjnë protestë. Se nuk ka të mesme. Pra, unë nuk dua ta besoj atë që populli shqiptar e pranon këtë situatë korrupsioni ose i duken skandalet vogla këto. Tirana zgjen, Shqipëria vlon, tavolinë në tavolinë, kafene në kafene, populli është i skandalizuar me këto që dëgjon. Nga ana tjetër, kauza që ka marrë dhe ka ndërtuar prokuroria speciale, i ka kthyer mbrapsht edhe kundër akuzat që kanë qenë ndaj saj. Që do të thotë, çdo shqiptar, sot përfshi dhe demokratët, janë të bindur që prokuroria speciale nuk komandohet politikisht dhe nuk është e varur nga Edi Rama dhe qeveria. Një. E dyta, Altin Dumani me Krashnik, kemi gjithë pjesën e dytë për drejtësinë, të qëndrojmë te aspekti politik. Qëndrojmë te aspekti politik. Gjithë pjesën e dytë do ta kemi për drejtësinë. Te aspekti politik, që t'jemi sinqerë. Po? Për vetë strukturave të partisë që mbledhin këto partit në shesh, popull nuk ka, që do të thotë popull i pa angazhuar politikisht. Dhe këtu është kriza më e madhe politike e partive aktual dhe i leadershipit. E partida apo është gjithë shoqërisë? Edhe liderëve të tjerë. Por shoqëria nuk është empirë, nuk është e topitur, sepse po të kemi parasysh 7-8 vjetë më parë, studentët atëre u ngritën dhe e tronditën qeverinë. E tronditën qeverinë, sepse nuk ishte si të dhe kishin partit ato Indrit e mbarova, Indrit. Dëgjoj, Sefa, vetëm ta mbaroj. Se ndryshon situata. Populli nuk është apatik, thotë. Po populli, ashtu si tha zoti Beci, i beson institucionit sot, që do të thotë ka besim të plot që prokuroria speciale dhe gjykata speciale do e zgjidhin më mirë se opozita këtë situatë. Pra me protestë nuk zgjidhin gjë. E para, e dyta. Mos duket pak si kërkesë absurde se të presim nga Altin Dumani të bëhet dhe trajneri kombëtares, do që na
na fus në botëror, na kualifikojnë për botëror. Dumani bën punën e tij, Brau bën punën e tij, Spaku bën punën e vet. Do qytetarët ku janë? Po qytetarët, këtë po të them, në 90-ën nuk besonin të sistemi drejtësisë. Qytetarët ishin të detyruar të përmbysnin në regjimin politik dhe gjithë sistemin. Sot ka disa institucione që funksionojnë dhe nuk pun të përdoren qytetarët, që tiki Edi Rama dhe të vi Sali Berisha. Për çfarë dalin sot protestë, që të vi ky tjetri? Të gjithë ta janë me dosjet në SPAK. Njëri ka 30 apartamente, tjetri ka 18 kulla, ku ndryshojnë ta me njëri tjetri? Nga numri apartamenteve. Kush është ndryshimi? Populli nuk ha barë, populli i shikon shumë mirë që të gjithë partitë dhe establishmenti vjetër janë me akuza politike dhe nuk mund të përdoren nga partitë politike. Këtë jam duke të thënë. Kjo është kriza e leadershipit politik dhe pse nuk ndodh rotacioni politik, sepse populli nuk do të riciklojë më establishmentin e vjetër. Ka gjë historia. Dhe këtu sigurisht që përfiton qeveria. Pse përfiton qeveria? Dhe pse ja u thash, del Zjarfiksi aty. Sa herë është hall qeveria? Po, të lutem që në link është nik. Gaba, goditja në opinionin publik, nga opinion bërësit, media, në këtë diskuri i përditshëm që opozita nuk bën dhe njerëzit ndaj nuk dalin. A është një lloj do ndikon në vrasjen e shpresës, ndikon në sfumimin e protestës? Dgjoj, nuk besoj se ndikon. Protestat njerë nuk janë sfumuar sipas meje. E kanë luajtur ritualin e tyre social. Ajo është komunikim politik që bëjnë aktorët. Bëri komunikimin Qori, bëri komunikimin Shqe, e bën sot këta. Kështu që protesta e luajti rolin e vetë. Ne duhet të mësojmë që po hyjmë në një fazë të re, edhe shoqëria më duke se është mësuar para nesh. Pra ata shohin që partitë politike kanë detyrat na japin në ofertë. Drejtësia ka detyrë të mbaj përgjegjës ata që korruptojnë dhe hallkat e tjera të sistemit demokratik, dhe kjo është diçka që ne duhet të mësojmë dhe ta rrëfejmë publikisht të gjë. Për mua po hyjmë në një epokë të re dhe nuk e kemi kuptuar akoma këtë gjë, sepse merremi me çfarë është Dumani, është Brau, ndërkohë këtu është duke ndryshuar, është duke ndryshuar diçka babo, ndoshta nga që jemi mësuar dhe qytetarët më përpara janë mësuar që të bëjnë një barazim. Kush na thret, pse na thret, çka ka ai, po ai ka që më para në qeverisë është i korruptuar, unë nuk dal. Ndërkohë që ajo që po ndodh, po përcjell një fazë të re edhe të bërit politik dhe të raportit politikës me drejtësinë. Dhe kjo pasaj do duket në afatgjat. Ne nuk po e kuptojmë, sipas me nuk po e kuptojmë. Nuk kam një përgjigje të saktë për këtë, po sipas me qytetarët kanë besim te SPAK-u, siç bjem dakord këtu. Gjithë. Dhe kjo është ajo që do të prodhojë ndryshim. Fatkeqësisht, sepse partitë politike e kanë humbur atë besimin që kishin në qytetarët e to. Për shumë arsye. Dhe tani kanë besimi se përmes faktorizimit të drejtësisë do krijohet ajo. Do flasim për drejtësinë pjesën e dytë. Beçi, njëta pyetje që i bëra. Kjo do sulmi që i bëhet në opinionin publik opozitës, kjo opozit nuk bën, ndaj njerëzit nuk dalin etj etj. Apo ndikon do në trushplarje, në mpirjen e nervit të protestës? Si që ta thash pak më parë, kam përshtypjen nuk ndikon. Ndikon vetëm në madje unë e shoh në të kundërt. Kjo ndikon për të nxitur atë pjesë të opinionit publik që të vejnë atë rrugën e re që po merr tashmë sistemi politiko-juridik i Shqipërisë. Dhe duke qenë se e largon opozitën, largon dhe po themi partitë zyrtare, detyrohesh patjetër të shohësh një realitet të ri. Edhe ky diskursi që thuhet është për më mirë. Është për më mirë, mendoj unë, sepse do krijohet ajo platforma dhe ajo tabloja e re që tashmë jemi mësuar për këto vite që na mësoi me forcë, po themi, prokuroria e posaçme, një pjesë asaj reforme që bëri politika e gjitha në mënyrë të përbashkët. Pra, është e kundërta asaj, mendoj unë. Jo vetëm që nuk e fut në apati të gjithë opinionin publik, po bën të kundërtën, duke thënë që opozita nuk bën, atëherë detyrohesh se është si thua, është patjetër dialektik zhvillimi, në rast se opozita nuk bën, në rast se pozita është e korruptuar, në rast se drejtësia ty po thotë që ka ndodhur 1, 2, 3 gjëra, është dialektike e zhvillimit, do ndodh patjetër diçka që do krijohet një risi e cila do mbështes një pjesë të pushtetit për të luftuar dy pushtetet e tjera. Nuk ka formë tjetër, është duke shumë abstrakte, por nuk ka formë tjetër. E ka përmendur
sot donë mbi 10 herë fjallën surrel, sot Berisha. Atëre, tani këtu... Blof, kërcënim, apo është zbulimi një pjesë të skenarit që mund të kemi në ditët që vijnë? Për mendimin tim, kjo kishte disa qëllime të disa fishtë. Në ratë të parë një qëllime arriti për t'ju treguar zërave si Saljani apo fraksioneve të ndryshme që kërkojnë mendim ndryshe po shpallen tradhtar, bashkëpunëtor të krimit të organizuar. Do më thënë paka shumë i tregoj kush jam unë. E ke përsysh, unë kam forcë ende në Partinë Demokratike, sepse kishin filluar ato, mbledh 200, mbledh 300, pavarësisht se edhe kjo si ishte forcë, sepse 10 çuna që mbulojnë kokën, sepse në një protestë qytetare në një revolt. Asa të beti nuk fitoj. Nuk e mbulon njëri kokën, s'kam parë protestë në Perëndim edhe në Greqi, kur dalin të rinjt, nuk e mbulojnë kokën, që edhe në 3 Molotov. Por, unë tani çik më gjere shikoj kështu, edhe Edi Rama, edhe Sali Berisha, por Sali Berisha me atë metodën e tij, sepse është edhe në pozitë më inferiore, do thosha unë, janë duke ju dërguar sinjale ndërkombëtarëve. Shko, duhet të themi të vërtetë, dhe kur flasin për Spakun, patjetër, ky grup prokurorësh janë dhe idealistë dhe adetar, por në fund fare janë ish kolegë të prokurorit ti beson që janë qytetarë. Në skenarin e Spakut që ka nga pas ndërkombëtarët. Iku mbaroj, e fitoi. Si do ta ndryshojnë ata? Ai pyetja që i bëra Beçit pak më parë. Është shumë abuzive kjo pyetje që bëni ju. Se duket sikur ndërkombëtarët po i thon fut këtë brenda, fut atë brenda. Ndërkombëtarët thjesht po mbështesin një strukturë e cila vazhdon zbatimin e ligjit dhe a janë të njëjtë njerëz që kanë qenë në sistem. Është shumë e thjeshtë. Çka ka ndryshuar? Njerëzit janë të njëjtit, nuk ka ndryshuar, pa ka ndryshuar për krau që e mban më. Kjo është një reformë e bërë nga ata. Ata pajnë, sistemi politik tu është i pa reformuar. Ata vazhdojnë gabe? Sepse për shkak të historiku tonë e kështu me radhë. Kështu që kjo ishte deus ex machina, nuk e deshëm, por ta mbajnë me pajë. Se kemi diskutuar 100 herë, unë kam thënë dhe kur thoshte Edi Rama që ikën Amerikanët nga Spaku, unë bashkë me prokurorin kemi qenë nga zërat e rallë që kemi të i keni këtu dhe do vinë dhe më fuqishëm, si që po vinë. Pse? Sepse Spaku tani është bërë në geostrategji. Nuk është thjesht një prokurori që do më thënë në një vend kështu. Ty të vjen ministri jashtëm Gjerman të futet të vjen në Spaku, s'ka kuptim fare, po ta shikosh. Po nga pikpamja politike është e habitshme. Po jo vetëm edhe të shumë mund të ishte ministri drejtësisë ose prokurori përgjithshëm. Po. Tani, lexos progres raporti, më fal. Aty vetëm progres është për shkak të drejtësisë. Ta mbaroj. Do të thënë ata vetëm gjë që vlerësojnë na kjo qeverisje është drejtësia që s'ka lidhje me qeverisjen, por ka lidhje me qeverisjen e gjyqësorit dhe të prokurorit. Është më përtej, do të ta shpjegoj unë, do më thënë, të ta shpjegoj. Do ta shpjegosh në pjesën e dytë pas një hapësire të shkurtër publicitare. Kush janë sinjalet? Sinjalet këta klasa politike, por përgjithsisht në Ballkanin Perëndimor dhe prandaj doli ajo po e shpjegojmë ligjin për Ballkanin Perëndimor në Kongres me konsensus demokrat republikan, destabilizim, korrupsioni, minimi demokracisë, brenda 90 ditëve në 7 dhjetor ka dalë ai ligji, presidenti Trump do filloj mere ose lere. Këta tani janë mësuar me kartat stabilitet, destabilitet. Hedh 3 Molotovun, ai titrin nxjerr 1500 policë. Edhe Renea ne kishte fshehur andaj mbrapa dhe speciale për të thënë që këtu në Shqipëri ne të dy e destabilizojmë ose stabilizojmë këtë vend. E qartë. Një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe në pjesën e dytë do të flasim përse po e mbron kaq fort Rama Ballukun dhe çfarë pritet nga Spaku kur sot kemi ndryshimin e drejtimit nga Dumani tek Brau. Publicitet.